Mësimi i tretë, i zgjedhur për Perëndis. Ne kemi parë që kjo doktrinë vjen nga reformatori protestant John Calvin dhe quhet doktrinë kalviniste. Edhe nuk filloi me Calvin, por filloi me Shën Agustinin, për të cilit Kisha Katolike mori doktrinën e saj. Ajo se çfarë besojnë të gjitha kishat kalviniste në tërësi, në esencë është: Perëndia me një dekret sovran të përjetshëm ka paracaktuar për shpëtim që përpara themelimit të botës se kush do të shpëtohet dhe kush do të shkojë në ferr. Dhe sigurisht mësimet kalviniste janë të përhapura gjithandej, ndoshta edhe ti që dëgjon ke dëgjuar për këto gjëra, dhe ne kemi përdorur termin kalvinist për ata që besojnë doktrinën e shpëtimit sipas mësimeve të John Calvin. Ne kemi parë 2 nga këto 5 pikat, ne folëm për prishjen totale, se si Calvini mësonte që njeriu është prishur për shkak të mëkatit dhe nuk ka aftësi të vitë Krishti. Dhe ne pam nga shkrimet që njeriu është i prishur sigurisht për shkak të mëkatit, i degraduar, i rënd. Por gjithashtu Bibla na mëson që njeriu ka aftësi, pra nuk është i prishur në vullnetin e tij, por ka aftësi që të refuzojë Jezu Krishtin dhe ka aftësi që të vitë tek Krishti dhe të pranojë Krishtin. Te Gjoni 5:40 ne e lexojmë: por ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën, dhe ky Zoti Jezu Krisht që është duke dhënë një dëshmi që njerëzit nuk shkojnë tek ai sepse ata kanë vullnet të lirë, nuk duan. Te Mateu 23:37 ne lexojmë: Jeruzalem, Jeruzalem që i vret profetët dhe i vret me gur ata që janë dërguar. Sa herë kam dashur të mbledh bitet tua ashtu si mbledh kloshka zojt e vet, por ju nuk deshët. Përsëri këtu Zoti Jezu Krisht zbulon vullnetin e lirë të izraelitëve që nuk deshën, ndërkohë që Jezusi donte që ai t'i mirte pranë vetes. Ne folëm gjithashtu për mësimin e dytë për zgjedhjen e pakushtëzuar, dhe me zgjedhjet e pakushtëzuar Calvini mësonte që disa njerëz zgjidhen për në paraqe se disa janë zgjedhur për në ferr, dhe kjo zgjedhje është e pakushtëzuar, domethënë është nga ana e Perëndis dhe pa kushte. Pra, sipas mësimit të Calvinit, Perëndia tashmë e ka vendosur se kush do të shpëtohet dhe kush do të humbahet, dhe individi nuk bën dot asgjë për këtë. Me pak fjalë, destinacioni i përjetshëm i çdo njeriu është paracaktuar që përpara themelimit të botës. Ky është mësimi i John Calvin. Po citoj nga libri i tij: jeta e përjetshme është e paracaktuar për disa dhe dënimi i përjetshëm për të tjerë. Prandaj çdo njeri duke qenë i krijuar për njërin ose tjetrën nga këto qëllime, themi se është i paracaktuar ose për jetën ose për vdekjen. Pra kalvinizmi mëson se është zgjedhja vetë Perëndis që disa njerëz të mallkohen përgjithmonë. Zoti kurrë nuk ishte ndërmend t'i shpëtonte ata. Zoti vetë i ka paracaktuar ata që të shkojnë në ferr. Por asku në Bibël nuk mësohet se Perëndia dëshiron që disa njerëz të shkojnë në ferr edhe disa në paraq. Përkundrazi, Bibla mëson qartë për vullnetin e Perëndis. E parë Timoteut 2, vargjet 3 dhe 4 thotë: sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndis shpëtimtarit tonë, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë njohjes të së vërtetës. Pra Zoti do që të gjithë njerëzit të shpëtohen. Kjo është dëshira e Perëndis. Biblikisht askush nuk është paracaktuar për të shpëtuar, por vetëse kur zgjedh me vullnetin e tij të lirë të vitë tek Krishti dhe të besojë atij për shpëtim. Dhe askush nuk është i paracaktuar të shkojë në ferr, por vetëse kur zgjedh me vullnetin e tij të lirë të refuzojë Krishtin dhe të besojë atij si shpëtimtar. Ne pam që Bibla flet për të zgjedhur, flet dhe për paracaktim. E ne shkuam në mjaft vargje, Gjoni 16:15, Jezusi thotë: nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë kam zgjedhur juve dhe ju caktova të shkoni të jepni frutë. Edhe të zgjedhurit në këtë rast nuk janë për shpëtim, por janë për mision. 2 Korintasit 8, vargu 19, dhe jo vetëm kaq, por ai u zgjodh nga kishat që të jetë shoku ynë në udhtim në këtë dhuratë që ne administrojmë për lavdinë e Zotit vet, për të treguar nga dëshmërinë e zemrës suaj. Edhe në këtë rast fjala i zgjedhur nuk është për shpëtim, por është për udhtim të bashku me falin. Mateu 20, vargu 16, mbretëria e qeve ngjan një zot shtëpie që doli herët në mëngjes për të pajtuar në mëditje punëtor për vreshtin e vet, dhe vazhdon derisa vim në vargu 16 dhe thuhet: kështu të fundit do të jenë të parë dhe të parë të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Thirrja për të shkuar në vresht, për të punuar, ndërsa të zgjedhurit janë për shpërblim dhe jo për shpëtim. Dhe ata nuk mund të zgjidhen derisa të kenë shkuar të punojnë në ar, dhe nuk shkojnë në ar nëse ata nuk zgjedhin të shkojnë në ar, pra shkojnë në ar me vullnetin e lirë. Efesianët 1, vargu 4,
thuhet sepse sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit sipas pëlqimit të vullnetit të vet. Ne duhet të lexojmë Biblën me shumë kujdes dhe shumë e thjeshtë. Zgjedhja që përpara themelimit të botës është e atyre që janë në të, domethënë e atyre që janë në Krishtin. Dhe kjo zgjedhje është për qëllim, dhe ky qëllim është për të qenë përpara tij të shenjtë dhe të papërlyer në dashuri. Ndërsa vargu 5 na mëson për paracaktimin biblik. Dhe paracaktimi biblik është për të gjithë ata që hynë në Krishtin, janë paracaktuar për birësim. Edhe Romakët 8:23 na tregon që birësimi është shpengimi i trupave tanë. Prandaj ne duhet të lexojmë me kujdes Biblën. Ne aktualisht jemi bijtë të Perëndis, por nuk jemi birësuar, por do të birësohemi dhe jemi paracaktuar për birësim kur të marrim trupat lavdishëm. Birësimi është kur të dalim përpara Perëndis me trupat tanë të lavdishëm, jo me kaq trupa që kemi. Prandaj ne duhet të kuptojmë që kur flasim për shpëtim, shpëtimi është të rilindësh përsëri. Je i vdekur në fajë dhe mëkate, edhe të ikësh nga Adami dhe të vendosesh në Krishtin. Por kur ti vendosesh në Krishtin, atëherë të gjithë ata që janë vendosur në Krishtin, që përpara themelimit të botës janë paracaktuar për disa gjëra nga Perëndia, për të qenë të ngjashëm me të, për të birësuar, për të patur një trup të lavdishëm, për të marrë gjitha bekimet qiellore në Krishtin Jezus, për një trashëgimi, për të patur ADN-n e Zotit tonë Jezu Krisht. Ne përmendëm, nëse ishit këtu, ne përmendëm atë ilustrimin me kroçerën. Edhe në qoftë se je në klasë dhe ke 40 nxënës që janë shokët e tu, edhe vjen një biznesmen edhe ju ofron juve 40 ftesa dhe nga këta 40 ftesa janë për udhëtim në kroçerë në 3 vende të ndryshme për 10 ditë, në Spanjë, Itali edhe në Gjermani, dhe ajo që ndodhet që ti merr këto ftesat edhe shpërndan nëpër gjithë klasën dhe nga 40 nxënësit, le të themi 30 prej tyre pranojnë, 10 refuzojnë. Marrja e ftesës është me vullnet të lirë, por kur ti hyn në kroçerë, atë kroçera do të lëviz në për destinacione siç është paracaktuar që të bëj. Atë në momentin që të hyj në kroçere, atëherë janë paracaktuar disa gjëra për ty. Që të shkosh në ato destinacione, të kesh ushqim dhe pije falas e tjera tjera. E njëjta gjë është dhe në Krishtin. Ti nuk hyn në Krishtin me paracaktim, hyn me vullnet të lirë. Po kur ti hyn në Krishtin, atëherë Perëndia ka paracaktuar që përpara themelimit të botës, që të gjithë ata që janë në Krishtin, ashtu si që ata që janë në kroçerën, të gjithë ata që janë në Krishtin, kanë një paket gjërash që do të ndodhë me ta në mënyrë absolute. Ata të kenë trupat lavdishëm, ata të jenë të ngjashëm me Jezu Krishtin, ata të kenë një trashëgimi, ata të gjithashtu të kenë ADN-n e Zotit ton, Shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Pra paracaktimi është paracaktim i atyre që janë në Krishtin, jo paracaktim për shpëtim. Dëgjoni mësimin dhe 1 dhe 2 në YouTube, ka shumë qartësi në to. Mësimi John Calvin për paracaktimin është një mësim jo biblik. Le të vazhdojmë me mësimin e tretë, shlyerja e kufizuar. Çfarë mëson kalvinizmi me shlyerja të kufizuar? Mësimi kalvinist për shlyerjen e kufizuar është: Jezu Krishti nuk vdiq në kryq për të gjithë mëkatarët, por vetëm për një grup njerëzish të zgjedhur nga Perëndia. Kjo është ajo që Kalvini mësonte, që Krishti vdiq vetëm për të zgjedhurit, për ata që ai planifikoi dhe caktoi që të shkonin në parajs. Anasjelltas, ai nuk vdiq për ata që ai nuk i planifikoi që të shkonin në parajs, por i planifikoi që të shkonin në ferr. Pra mësimi është: Krishti nuk vdiq për ty në qoftë se nuk je nga të zgjedhurit. Janë disa argumente të ndryshme ku kalvinistët mbështeten për shlyerjen e kufizuar. Edhe janë një argument: në qoftë se gjaku i Krishtit është për të gjithë, dhe në qoftë se të gjithë nuk shpëtohen, kjo do të thotë që Perëndia dështoi. Ky argument nuk qëndron. Vdekja e Jezu Krishtit në kryq ishte e mjaftueshme për të gjithë njerëzit, por efektive vetëm për ata që e besojnë. Pra vdekja e Zotit tonë Jezu Krisht në kryq bëri të mundur që çdo njeri të shpëtohen. Por vetëm ata që e besojnë që ai vdiq për të paguar borxhin e mëkatit të tyre dhe që i besojnë Jezu Krishtit për shpëtim, do shpëtohen. Ne do të shohim shumë vargje më poshtë në lidhur me këtë. Gjithashtu Perëndia nuk ka dështuar. Përkundrazi, Perëndia është lartësuar me vdekjen e tij për gjithë njerëzit, sepse kjo tregon dashurinë e tij të madhe, karakterin e mahnitshëm të tij, dhe në gjithë përjetësinë, kur të mbaroj koha, do të ketë një qiell të ri dhe një tokë të re.
Dhe në qiellin e ri dhe në tokën e re do të jenë ata njerëz që zgjodhen me vullnet të lirë ta duan atë, Zotin ton. Dhe në liçenin e zjarrit do të jenë përjetësisht shpirtrat e atyre që zgjodhen me vullnet të lirë të refuzonin shpëtimin e Perëndisë që ishte plotësisht edhe për ta. Pra Perëndia nuk dështoi në këtë, po është lartësuar në këtë zgjedhje të lirë që ka dhënë njeriu. Supozimi i dytë, sepse njeriu nuk është në gjendje të limitojë Perëndin, pra nuk mund të kufizojë Perëndin sepse Zoti është sovran. Kush është njeriu që të mund të kundërvihet Zotit? Prandaj Perëndia na tregon që vdekja në kryq ishte për të gjithë. Dhe jo vetëm nuk ishte për të gjithë, por vetëm për një pjesë të njerëzve. Tani le të hapim shkrimet e të lexojmë Markun 6. Marku 6, vargu 5 dhe 6. Dhe nuk mundi të kryej aty asnjë vepër të pushtetshme përveç të shëroi disa të lëngat duke vënë mbi ta duart. Dhe çuditej për mosbesimin e tyre dhe dilte në përfshatra por edhe i mësonte. Pra ne lexojmë që Jezusi nuk mundi të veprojë për shkak të mosbesimit. Marku po thotë që Jezusi ishte kufizuar të vepronte. Thuhet nuk mundi. A mundet dikush të kufizojë Perëndin të mos veprojë? A mundet dikush të kufizojë Perëndin të mos bëjë vepra të pushtetshme? Pra, po Bibla na tregon që kemi një rast këtu që njeriu është në gjendje të kufizojë Perëndin. Psalmi 78, vargu 41. Bibla thot, por ata ju drejtuan Perëndis shumë herë dhe përsëri e provokuan ose e kufizuan të shenjtin e Izraelit. Këtu na jepet që Perëndia nuk mundi të bëjë vepra të mëdha për Izraelin për shkak sepse Izraeli e kufizoi Perëndin. Fjala që Zoti përdor te Psalmi 78 është kufizuan, domethënë i vuan limite, nuk e lejuan që Perëndia të bënte atë që kishte ndërmend të bënte me Izraelin. Kemi dy dëshmi tani, në dhjetën e vjetër, në dhjetën e re, që njeriu mund të limitojë ose kufizojë Perëndin. Kështu që argumenti sepse njeriu nuk është në gjendje të limitojë Perëndin, prandaj vdekja në kryq ishte vetëm për një pjesë të njerëzve dhe jo për të gjithë, nuk qëndron nga shkrimet. Argumenti tjetër. Bariu i mirë ka dhënë jetën e vet për delet e tij dhe jo për të tjerët. Domethënë vetëm për delet e ka dhënë. Dhe për këtë citojnë Gjoni 10, vargu 11. Unë jam bariu mirë, thot Gjoni 10, 11. Bariu mirë jep jetën e vet për delet. Interpretimi i tyre është bariu mirë ka dhënë jetën e vet vetëm për delet. Dhe jo për të gjithë të humburit dhe bazohen nga ky vargu. Sepse thonë që kështu thot vargu. Apo thot vargu që Jezusi jep jetën vetëm për delet? Jo. Unë jam bariu mirë. Bariu mirë jep jetën e vet për delet. Apo thot Jezusi që ai e jep jetën për delet? Po jo vetëm për delet. Apo thot vargu që Jezusi nuk e dha jetën për të pashpëtuarit? Nuk thot atë. Vargu thot atë që thot ashtu siç e thot. Unë jam bariu mirë jep jetën e vet për delet. Ka një parim të shëndetshëm në fjalën e Perëndisë. Mos e shih Biblën në mënyrë selektive, por shife në mënyrë holistike, domethënë shife të plota. Dhe parimi është, nëse përballesh me një varg të paqartë, domethënë të paplot në Bibël, analizoje, kuptoje këtë varg në dritën e një vargu të qartë ose të plot në fjalën e Perëndisë. Le të shohim tani dy vargje duke vendosur ato përbrime njëra tjetër në një slajd në mënyrë që ta shohim të plot. Gjoni 10, 11 dhe Parë Timoteu 2, vargu 6. E Parë Timoteu 2, vargu 6 thot, i cili e dha veten si çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën e caktuar. Pra, e Parë Timoteu 2, 6 është e plot, sepse Jezusi dha veten për të gjithë njerëzit. Ndërsa Gjoni 10, vargu 11 është e pjesshme, sepse na tregon vetëm që Jezusi dha jetën për delet. Kështu që mënyra se si ne duhet ta shikojmë Biblën është që shohim vargun e paplot në dritën e vargut të plot. Deklarata e plot është 1 Timoteu 2:6 dhe duhet parë edhe Gjoni 10:11 në dritën e kësaj deklarate. Nuk mund të shohim 1 Timoteu 2:6 nga Gjoni 10:11, por nga ana e kundërt po. Le të shohim një rast tjetër. Gjoni 10:11 dhe Hebrejnë 2 vargu 9. Por shohim
Jezusin të kurorzuar me lavdi dhe me nder për vdekjen që pësoi. Ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt që me hirën e Perëndisë të prodhonte vdekje për gjithë njerëzit. Përsëri këtu Bibla na tregon që Jezusi vdiq për të gjithë njerëzit. Pra, të gjithë njerëzit janë gjithë njerëzit, edhe për delet, edhe për jo delet. Me pak fjalë, Jezusi tha jetë për delet, që deklarat e paplot, dhe Jezusi tha jetë për gjithë njerëzit, Hebrejnë 2 vargu 9, që është deklarat e plot. Përfshirë këtu delet edhe jo delet. Pa hapur vargje të tjera, shlyerja e kufizuar nuk qëndron nga shkrimet. Te Gjoni 1 vargu 29 ne lexojmë. Të nesërme Gjoni e pa Jezusi që po vinte drejti dhe tha: ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Bibla nuk thot që ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e të zgjedhurve, sepse bota nuk janë të zgjedhurit, por bota janë të pashpëtuarit. Shikoni çfarë thot Gjoni 3:13, mos u çuditni vëllezër të mi nëse bota ju urren. Pra ajo që na urren është bota, ato që na urren janë njerëzit e pashpëtuar. Por Jezusi heq mëkatin e botës, pra mëkatin e njerëzve të pashpëtuar. Duke lënë Biblën të interpretojë vetveten, është mjaft e qartë që bota janë të humburit, bota janë të pashpëtuarit, bota nuk janë të zgjedhurit. Gjoni 3:16-17, sepse Perëndia deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas për të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Jezusi tha, nëse bota, domethënë të pashpëtuarit, ju urren, ta dini se më ka urryer mua përpara jush. Po Perëndia e deshi aq botën, pra Perëndia e deshi aq shumë këtë botë që e urreu Jezusin. Pra po flasim që Perëndia e deshi aq të gjithë botën. Dhe nuk po thot e deshi aq të zgjedhurit. Bota nuk është të zgjedhurit, bota është bota. Bibla thot që Jezusi vdiq për mëkatarët, nuk thot që vdiq për të zgjedhurit. Edhe sigurisht vdiq edhe për të zgjedhurit, nëse do të përdorim këtë lloj terminologjie. Por Bibla thot atë që thot, ai vdiq për mëkatarët, Krishti vdiq për të paudhët. Atë kush është bota? Bota është gjithë bota e pashpëtuar, jo thjesht të zgjedhurit. Fatkeqësisht disa shtrëmërojnë Biblën për të mbrojtur doktrinën e tyre. Dhe nuk e lexojnë Biblën ashtu si shkruhet, por e lexojnë Gjonin 3:16 me të zgjedhurit në mendje. Domethënë sepse Perëndia deshi aq botën, domethënë të zgjedhurit, po nuk thot atë. Shkrimet thon atë që thon ashtu siç e thon. Tani le të krahasojmë Gjonin 10 me Mateun 7. Gjoni 10 thot: unë jam bariu mirë jep jetën e vet për delet. Mateu 7 thot: runi nga profetët e rrem, të cilët vinte ju duke u shtënë si dele, por nga përbrenda janë urçë grabitçar. Një pyetje thjesht, a vdiq Jezusi për profetët e rrem? Sipas mënyrës si ne po shohim deri tani nga mësimet e Kalvinit, absolutisht jo. Jezusi vdiq vetëm për të zgjedhurit. Por çfarë thot Bibla? Le të shkojmë së bashku te 2 Pjetri, kapitulli 2, vargu 7. Vargu 17. Vargu 17 thot: këta janë burime pa ujë që shtyhen nga furtuna, të cilëve u rezervohet terri e errësirës për jetë. Këta, në kontekst te 2 Pjetri 2, janë profetët e rrem dhe mësuesit e rrem, për të cilët u është rezervuar terri për jetë ose ferri për jetë, pra janë të pashpëtuar. Jo më të lexoni gjithë kapitullin, por le të shkojmë tek vargu parë. Për ka pasur edhe profet të rrem midis popullit, ashtu si do të ketë midis jush profet mësues të rrem, të cilët do të fusin fshehurazi herezisht shkatërruese, dhe duke mohuar zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërim të shpejtë. Pra vargu po thotë që Jezusi bleu profetët e rrem, të cilët nuk ishin dele, por janë uqër me lëkur dele. Kështu tha Mateu 7, vargu 15. Domethënë Jezusi nuk bleu vetëm delet, po bleu dhe uqërit, bleu dhe jo delet. Bibla thotë që profetët e rrem do të shkojnë në ferr, edhe pse u blen nga Jezu Krishti. Ne lexuam te 2 Pjetri 2:17. Bibla thotë që ata refuzuan pagesën duke mohuar blerjen e Krishtit në kryq. Mohimi që ata i bën veprës së Krishtit në kryq, zotërisë që i bleu, nuk ishte nga ana e Perëndisë, po ishte nga ana tyre, sepse Bibla thotë që e mohuan duke e mohuar zotërinë që i bleu. Pra Jezusi nuk dha jetën vetëm për delet, domethënë për të shpëtuarit, por edhe për të pashpëtuar. Prandaj interpretimi
i Gjonit 10:11 që i japin, domethënë që Bariu mirë ka dhënë jetën e vet vetëm për dele dhe jo për gjithë botën e humbur, është interpretimi i gabuar. Jezusi vdiq në kryq për mëkatarët. Jezusi vdiq në kryq për delet. Jezusi vdiq në kryq për profetë të rrem. Jezusi vdiq në kryq për gjithë njerëzit. Jezusi vdiq në kryq për çdo njeri. Ne do të shohim Biblën të plotë në mënyrë holistike dhe jo në mënyrë selektive. Kështu që mësimi kalvinist që Krishti vdiq për një kategori njerëzish është jo biblike. Gjoni 4 vargu 42. Dhe ata i thoshin gruas: "S'është më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besojmë, por sepse ne vetë kemi dëgjuar dhe dim se ai është me të vërtet Krishti, shpëtimtari i botës." Krishti nuk është shpëtimtari të shpëtuarve, dhe sigurisht që është, por Bibla thotë që është shpëtimtari i gjithë botës. 1 Timoteu 2:4, i cili dëshiron, ky është vullneti i Perëndis, që të gjithë njerëzit të shpëtohen, të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë njohjes së vërtetës. Qartësisht 1 Timoteu nuk po na flet për shlyerja të kufizuar, nuk po na flet që Jezusi vdiq për një grup njerëzish, nuk na flet për një që vdiq për një kategori njerëzish, po mëson për shlyerja të plot për të gjithë njerëzit. Le të shohim 7 dëshmitar nga Bibla për shlyerjen biblike. Së pari, burimi i shpëtimit është për të gjithë njerëzit në Bibël. Gjoni 3:16, Perëndia adeshi aq botën, ai siguroi burim shpëtimi për të gjithë botën, për çdo njeri në këtë planet. Pra burimi i shpëtimit është për gjithë botën. Këtë thot Gjoni 3:16-17. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që të dënoj botën, por gjithë bota të shpëtohet prej tij. Pra ka një burim për çdo njeri që të shpëtohet. Lavdi Zotit për këtë. Gjëja e dytë, thirrja për pendim është për çdo njeri, për të gjithë të pashpëtuarit. Veprat 17:30 thot, Perëndia pra duke kaluar përmbi korat e padijes, i urdhëron të gjithë njerëzit, nuk urdhëron të zgjedhurit, i urdhëron të gjithë njerëzit dhe kudo të shpëtohen. Nuk ka sens që Perëndia të urdhërojë për pendim ata që janë paracaktuar në ferr. Pra Zoti ka siguruar burim shpëtimi për të gjithë. Zoti thret të gjithë njerëzit për pendim. Së treti, Zoti dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen. E parë Timoteu 2:3-4, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë shpëtimtarit tonë, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë njohjes së vërtetës. Ne e dim se çfarë është në zemrën e Perëndisë. Bibla zbulon këtë gjë. Në zemrën e Perëndisë është që të gjithë njerëzit të shpëtohen. Dëshira e Perëndisë nuk është që sa të shkojnë në ferr, dhe sa të shkojnë në parajs, siç mëson parasaktimi kalvinist. Ne duhet të besojmë atë që thot fjala e Perëndisë. 2 Pjetër 3:9. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij si disa besojnë që ai bën, por që i durueshëm ndaj nesh sepse nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Përsëri Zoti nuk do që ndokush të humbas, domethënë nuk do që ndokush të shkojë në ferr. Pra Zoti ka siguruar burim shpëtimi për të gjithë. Lavdi Zotit. Ai vdiq për gjithë botën. Zoti thret të gjithë njerëzit që të pendohen. Lavdi Zotit. Zoti dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen. Lavdi Zotit për zemrën e tij, dëshirën e tij. Sepse thuhet, në fakt kushdo që do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Së katërti, drejtësimi i Perëndisë është për të gjithë njerëzit. Pa Perëndia punon te çdo njeri që çdo njeri të marrë dritë. Gjoni 1 vargu 9 thot, ai fjala ishte drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Perëndia nuk ndriçon të gjithë edhe pastaj shpëton vetëm të zgjedhurit. Ai ndriçon të gjithë, por jo çdo njeri shpëtohet, sepse njerëzit kanë vullnet të lirë të pranojnë ose refuzojnë Jezu Krishtin. Sepse Bibla thot, Gjoni 3:19, tani gjykimi është ky, drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Pra kjo është arsyeja pse njeriu nuk shpëtohet, sepse nuk do të vite drita. Së pesti, tërheqja në kryq e Zotit ton Jezu Krisht ishte për të gjithë njerëzit. Gjoni 12:32 thot, dhe unë kur t'jem ngritur lart nga toka do të tërheq të gjithë tek unë. Sa njerëz tërheq Krishti drejt vetes? Të gjithë. Jo vetëm një grup njerëzish, të gjithë të pashpëtuarit. Por pse nuk shpëtohen të gjithë? Sepse Gjoni 5:40, Jezusi zbulon qëndrimin e zemrave të tyre
Dhe zbulon gjithashtu që Perëndia u ka lënë një vullnet të lirë njerëzve. Por ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Të gjashti, Perëndia na tregon që hiri shpëtuesi i Perëndisë ju shfaq gjithë njerëzve. Këtë e gjejmë te Titi 2 vargu 11. Sepse hiri shpëtues, pra një hiri që shpëton njerëzit. Hiri shpëtues i Perëndisë ju shfaq të zgjedhurve? Jo, gjithë njerëzve. Ne duhet të besojmë Biblën ashtu siç është. Problemi me Biblën nuk është që nuk dim ta kuptojmë. Ne kuptojmë shumë mirë atë që lexojmë. Problemi me Biblën është që njerëzit nuk duan të besojnë atë që Bibla thot. Bibla thot ashtu siç thot. Jezusi është Jezusi. Ferri është ferri, parajsa është parajsa, hiri shpëtues është hiri shpëtues. Gjithë njerëzve është gjithë njerëzve. Pra Bibla na tregon që Zoti e ka zbuluar hirin e tij shpëtues për çdo njeri, jo vetëm për të zgjedhurit. Siç interpretohet në mënyrë të gabuar me mësime të gabuara në mendje. Të shtatit. 1 Timoteu 4:10, vdekja e Jezusit nuk ishte vetëm për të zgjedhurit. 1 Timoteu 4:10 thot, për këtë, në fakt, ne po mundohemi dhe na shajnë sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është shpëtimtari i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. Pra Jezusi është shpëtimtari i besimtarëve? Po, lavdi Zotit. Por shpëtimtari i gjithë njerëzve. Sepse Gjoni 4:42 thot, dim se ai është me të vërtetë Krishti shpëtimtari i botës. A është biblike të themi që Krishti është shpëtimtari ynë? Po. A është biblike që të themi Krishti është vetëm shpëtimtari ynë? Jo. Sepse ai është shpëtimtari të gjithë njerëzve. A është biblike që të themi që Jezusi vdiq për delet? Po. A është biblike të themi që Jezusi vdiq vetëm për delet? Jo. Ata pse nuk shpëtohen të gjithë, nëse ai vdiq për të gjithë, është shpëtimtari i gjithë botës? Sepse përsëri siç e kemi thënë, njeriu ka vullnet të lirë për të refuzuar ose pranuar Jezu Krishtin. Bibla na mëson që Jezusi vdiq për të gjithë. Ashtu siç përdorëm një ilustrim herën e kaluar, nëse ke 3 fëmijë, atë sipas shlyerjes së kufizuar, Jezusi vdiq vetëm për njërin nga fëmijët e tu. Bëj çfarë të duash me 2 fëmijët e tjerë, lutu sa të duash. Nuk ka mjaftueshëm gjak që të lajë mëkatet e 2 fëmijëve të tjerë, sepse ata janë paracaktuar me dekret që përpara themelimit të botës të shkojnë në ferr. Dhe gjaku i Jezusit në kryq nuk ishte për ta. Jezusi vdiq vetëm për një kategori njerëzish, ndërsa për ata të tjerët nuk vdiq. Atëherë, në kryq nuk ka mjaftueshëm gjak, nuk ka mjaftueshëm sakrificë për 2 fëmijët e tjerë. Kjo është shlyerja e kufizuar. Gjaku i Krishtit është i kufizuar në kryq vetëm për njërin nga fëmijët e tu, jo për 2 fëmijët e tjerë. Kjo është ajo që besojnë kalvinistët. Edhe pse Titi 2:11 thotë që hiri ju shfaq të gjithë njerëzve, jo vetëm disave. Në Bibël nuk do e gjeni Perëndinë e shpëtimit në mënyrën siç e prezanton doktrina e shpëtimit të John Calvin. Kur njeriu do të takojë Jezu Krishtin, ai nuk do të mundet i thotë Jezusit, ti nuk deshe të ishe shpëtimtari im, ti nuk je një Perëndi i dashur, ti nuk je një Perëndi i hirshëm, ti nuk deshe të paguash për mëkatet e mia, ti pagove vetëm për disa mëkatarë, por jo për mua. Askush nuk do të thotë një gjë të tillë, sepse Perëndia ai do të gjithë njerëzit, vdiq për të gjithë njerëzit, pa përjashtim, vdiq për ty, vdiq për mua, vdiq për 8 miliardë njerëz në këtë planet. Hebrej 2:9 thotë, por shohim Jezusin të kurorzuar me lavdi dhe me nder, për vdekjen që pësoi, ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirën e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit, për çdo njeri. Jezusi përjetoi ferri për çdo njeri, që kushdo që beson në të mos u mbas për të ketë jetë të përjetshme. Askush në ferr nuk mund të thotë që Krishti nuk pagoi për mua. Askush në ferr nuk mund të thotë që Perëndia nuk është dashuri. Askush në ferr nuk mund të thotë që doja të shpëtohesha, por Jezusi nuk vdiq për mua. Askush në ferr nuk mund të thotë që doja të shpëtohesha, por gjaku ishte i kufizuar, shlyerja ishte e kufizuar, ishte vetëm për disa të zgjedhur. Kjo është gabim, është jo biblike. Le të lexojmë 2 Gjoni 2:2. Më fal, 1 Gjoni 2:2. 1 Gjoni 2:2 thotë: ai është shlyesi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por
edhe për ata të gjithë botës. Edhe një herë, ai është shlyesi për mëkatet tona, dhe vetëm për tona, por edhe për ata të gjithë botës. Pra vdekja e Jezusit në kryq nuk ishte vetëm për mëkatet tona, por ishte edhe për ata të gjithë botës. Për cilët njerëz vdiq Jezusi? Ashtu siç Bibla thot, ashtu është. Vetëm duke shtrëmbruar shkrimet mund të themi që Jezusi vdiq për një kategori njerëzish. Vetëm duke hedhur poshtë shkrimet, ne mund të themi që shlyerja në kryq ishte e kufizuar. Mësimi kalvinist për shlyerjen e kufizuar, që Jezusi nuk vdiq në kryq për të gjithë mëkatarët, por vetëm për një grup të zgjedhurit, është jo biblik dhe shtrëmbron Perëndinë e Biblës. Është një mësim që tjetërson vullnetin e Perëndisë, e tjetërson Perëndinë tonë, sepse Perëndia ynë është plotësisht dashuri, është plotësisht i shenjtë, është plotësisht sovran, është plotësisht i hirshëm. Dhe ai vdiq në kryq për çdo njeri. Le të shohim pikën e 4. Hiri i parezistueshëm. Tani mësimi kalvinist për hirin e parezistueshëm është: Perëndia sovran derdh hirin mbi atë që është i zgjedhur prej tij, dhe ai nuk mund të rezistojë hirit të tij, kështu që ai do të shpëtohet. Me hir të parezistueshëm, John Calvin mësonte që Perëndia thjesht i detyron njerëzit të shpëtohen, dhe shkon në këtë mënyrë. Perëndia zgjodhi përpara themelimit të botës që disa të shpëtohen. Perëndia dërgoi birin e tij në kryq dhe vdiq për disa njerëz, domethënë vetëm për të zgjedhurit. Dhe me anë të hirit të parezistueshëm, Perëndia detyron që ata që ai zgjodhi që nga fillimi të shpëtohen. Me detyrim. Tani askund nga zanafilla tek zbulesa nuk do të gjeni fjalën hir i parezistueshëm. Në fakt, terminologjia hir i parezistueshëm nuk është në Bibël. Madje hir është diçka tjetër dhe i parezistueshëm është diçka tjetër. Hiri është mirësia e Perëndisë që derdhë për të gjithë ne, motra dhe vëllezër. E parezistueshme është diçka imponim me forcë. Hiri i parezistueshëm është mësimi i thjeshtë se Perëndia imponon mëkatarin dhe shpëton atë kundër vullnetit të tij. Hiri i parezistueshëm supozon që fryma e shenjtë vjen mbi një njeri, e detyron atë kundër vullnetit të tij dhe jep atij lindjen e re. Por a e detyron Zoti njeriu e humbur? A ka njeriu i humbur vullnet që të rezistojë frymës së shenjtë? Çfarë na thot Bibla? Le të shikojmë te Veprat 7, vargu 51. O njerëz qafë fort, dhe me zemër e vesh të parë prerë, ju gjithnjë e kundërshtoni frymën e shenjtë, ashtu siç bënin etrit tuaj, ashtu bëni dhe ju. Pra Bibla mëson që njeriu ka vullnet të kundërshtojë frymën e shenjtë. Njeriu i parë gjeneruar, jo vetëm që e ka kundërshtuar, po vjen re që Stefani po thotë që edhe në të shkuarën ishte kundërshtuar fryma e shenjtë. Nuk duket si hiri i parezistueshëm. Nuk duket si diçka që po vjen mbi një grup njerëzish dhe ata nuk kanë çfarë bëjnë edhe vetëm po i nënshtrohen frymën. Por duket sikur ata e kundërshtojnë frymën, ashtu siç e thot Bibla. Fjalët e urta 1:24-25. Sepse unë thirra dhe ju nuk keni dashur, shtriva dorën time dhe askush nga ju nuk i kushtoi vëmendje. Përkundrazi hodhet poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat ndreshjen time. Bibla mëson që njeriu ka vullnet të kundërshtojë vullnetin e Perëndisë. Dhe kjo që po lexojmë nuk duket si hiri i parezistueshëm, por duket sikur Perëndia po flet që njerëzit janë kokë fort. Dhe jemi në dhjatën e vjetër, dhe njerëzit janë të parë gjeneruar, dhe njerëzit gjithashtu çfarë bëjnë? Hedhin poshtë këshillën e Perëndisë, nuk pranojnë ndreshjen e Perëndisë. Pra kundërshtojnë Perëndinë sovran. Mateu 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh vitet tu, ashtu si mbledh kloshka zojt e vet nën krah, por ju nuk dashët. Bibla mëson që vullneti, që njeriu ka vullnet të kundërshtojë vullnetin e Jezu Krishtit. Është e dukshme, Jezusi Perëndia i plotfuqishëm donte diçka, po nuk e bëri dot.
Vullneti sovrani Perëndis ishte t'i mblidhte. A është Perëndia i plot fuqishëm? Po. A arriti t'i mblidhte? Jo. Pse? Sepse u ka dhënë vullnet të lirë njerëzve. Nuk më duket si hir i parezistueshëm këtu. Perëndia nuk detyron njerëzit që të shpëtohen me hir të parezistueshëm. Perëndia ofron hir për çdo njeri, dhe po flasim për hir shpëtues, dhe jo hir të parezistueshëm. Hiri shpëtues është në Bibël. Hiri shpëtues e gjejmë te Titi 2 vargu 11. Titi 2 vargu 11 thotë, sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq të zgjedhurve, jo, gjithë njerëzve. Perëndia u ka dhënë hir shpëtues çdo njeriu. Por çdo njeri ka dhe gjithashtu zgjedhjen e tij, ka dhe vullnetin e tij të lirë, të refuzojë se pranoi Jezu Krishtin. Prandaj Gjoni 1:12 thotë, por të gjithë atyre që pranuan ai u dha pushtetin të bëhen bitë të Perëndisë atyre që besojnë në emrin e tij. Kjo do të thotë që ata që refuzuan Krishtin mund ta kishin pranuar, por nuk deshën ta pranojnë Krishtin. Nëse ti je i humbur sot, ti mund të pranosh Jezu Krishtin, por nuk mund të shkosh në ferr sepse Perëndia po të paracakton ty. Mund të shkosh në ferr sepse ti vetë zgjedh përmes të refuzimit të Jezu Krishtit të shkosh në ferr. Ftesa e Zotit, mëshira e Zotit, dashuria e Zotit është e Romakut 10:13 për ty dhe për çdo mëkatar. Në fakt, kushdo që do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Kushdo. Fatkeqësisht disa argumentojnë këtë në mënyrë të tillë që Zoti i jep një ftesë të përgjithshme dhe pastaj ka një thirrje specifike për disa njerëz. Domethënë ftesa e Zotit është për të gjithë, por ata që e marrin këtë ftesë janë vetëm një specifik. Për shembull, e janë tek unë ju që jeni të lodhur është thirrja e përgjithshme. Sipas tyre është kjo thirrja e përgjithshme përmban brenda saj një thirrje specifike që vetëm të zgjedhurit e dëgjojnë. Në kontekstin e shpëtimit është Zoti thret të gjithë për shpëtim. Dhe nuk e ka me të vërtet për të gjithë, sepse vetëm të zgjedhurit janë ata që do dëgjojnë. Por kjo e shtrëmëron Perëndin, e hedh poshtë të kuptuarit e fjalës Perëndis. Sepse në këtë mënyrë as parajsa nuk është parajs, as ferri nuk është ferr, as shpëtimi nuk është shpëtim, as ftesa e Zotit që është për të gjithë, nuk është për të gjithë, por që ka hipokrite. Por ftesa e Jezusit, ejani tek unë, o ju të gjithë që jeni të lodhur, është një ftesë e sinqertë e Jezusit për të gjithë. Ftesa e Jezusit, kushdo që do të pranojë trasemin e Zotit do të shpëtohet, është një ftesë për të gjithë. Shpëtimi i Perëndis, sepse Perëndia deshi aq shumë këtë botë. Sa dha birin e tij të vetëm lindur, është një shpëtim për të gjithë, është një ftesë për të gjithë, është një shpëtim për të gjithë. Nuk është hipokrite. Çdo njeri ka liri të zgjedhë ose të refuzojë, të zgjedhë për të pranuar ose për të refuzuar. Mësimi i Kalvinit që Perëndia sovran derdh hirin e tij mbi atë që është zgjedhur prej tij dhe nuk mund të rezistojë hirit të tij nuk është sipas fjalës Perëndis sipas Biblës. Sepse ne pam që njerëzit i rezistojnë frymës së shenjtë, Veprat 7. Njerëzit të refuzojnë të vinë tek Krishti, Mateu 23. Njerëzit ngurcojnë qafën e tyre, Veprat 7. Refuzojnë kur Perëndia i thret, Fjalët e Urta 1. Hiri i parezistueshëm ashtu si shtyerja e kufizuar apo parasaktimi për shpëtim dhe prishja totale janë mësime jo biblike. Dhe në kuptimin e plotë të fjalës, ashtu në kuptimin e saktës të kësaj fjale janë herezi. Ne nuk jemi këtu për të trumbetuar zgjuarsi, por e duam Biblën, e studiojmë atë, ju inkurajojmë edhe juve ta dëgjoni Biblën, këto mësime që ka dhënë Kalvini në lidhje me doktrinën e shpëtimit të njeriut, shtrembërojnë karakterin e Perëndis. Janë mësime të rënda, me pasoja serioze për një kishë dhe për çdo të krishterë. Kalvinizmi mbështetet në logjik, në filozofi dhe shkon përtej shkrimeve. Sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq gjithë njerëzve. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju për dhuratë e Perëndis, jo nga vepra të mos mburrat askush. Në fakt kushdo që do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Është e sigurt që hiri ju shfaq gjithë njerëzve, jo vetëm disa. Është e sigurt që njerëzit shpëtohen nga hiri i Perëndis, jo nga vepra. Është e sigurt që njeriu shpëtohet nga vullneti i lirë, jo me imponim. Hiri është mirësia e pamerituar e Zotit.
Dhe kjo mirësi u derdh për çdo mëkatar. Hiri është në Bibël dhe nuk është forcë e detyruar, por është mirësi e ofruar kur ne nuk e meritojmë. Askush nuk shpëtohet me hir të parekzistueshëm, por me hirin, mirësinë e pamerituar të Perëndisë të ofruar falas në kryqin e Kalvarit për çdo mëkatar, për çdo njeri. Në kontekstin e doktrinës së shpëtimit të mësuara nga John Calvin, studimet e Calvinit janë studime të dobta, janë jo të plota, janë selektive. Prandaj, kalvinizmi ka arritur aty ku ka arritur. Por nëse shikon shkrimet, atë shkrimet mësojnë ndryshe. I zgjedhur për Perëndis, sovraniteti i tij. Ne do të shohim këtë mësimin tjetër. Besoj që e keni dëgjuar shpesh shprehjen Perëndia sovran. Dhe Perëndia është sovran. Dhe ne do ta shohim nga shkrimet çfarë do të thotë kjo. Edhe si e përcakton Bibla kuptimin e sovranitetit të Perëndisë. Paçi një ditë me paqen e Zotit. Zoti bekoft.